Festa e vjeljes së Rushit është kthyer tashmë në një traditë në rrethin e Beratit, pasi me anë të këtij resursi synohet zhvillimi I zonës. Prej vitesh ky qark ka nisur kultivimin dhe prodhimin e verës, ndërsa kohët e fundit ka filluar prezantimi I produkteve jashtë vendit. Çdo fund shtatori kryhet vjelja e Rushit, e cila kthehet në një festë vërtet simbolike për nisjen e sezonit të vjeljes së frutit. Të shoqëruar nga tingujt e muzikës popullore, grupe të rinj të veshur me veshje tradicionale kanë filluar vjeljen e frutit të pikur në përvreshta, të cilat shtypen më pas në enë të mëdha nga grupe vajzesh. I pranishëm ka qenë dhe Ministri I Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Erion Veliaj, ambasadori italian Massimo Gajani dhe shumë personalitete të tjera. Jam shumë I lumtur që Made in Albania, produktet shqiptare kanë marrë këtë popularitet. Edhe më në fund jemi larguar nga ajo ksenomania, nga dashuria për produktet e huaja, dhe kemi filluar që duam verën tonë dhe produktet tona. Prodhimi I verës dhe vreshtaria prej kohësh janë kthyer në një burim të ardhurash për mjaft fermerë në qarkun e Beratit.